Pra ka të bëjmë shumë kandidati apo partia? Janë që të dyja faktor. Çuditërisht lëvizja vetëvendosja ka humbë terren në kryeqytet edhe si subjekt politik, për shkak se ka numër më pak të mandateve në bazë të rezultateve të mbrëmshme, po edhe si kandidat, edhe pse unë mendoj që zoti Qeku ka qenë prej kandidaturave më të mira brenda subjektit të vet, dhe ka bërë një fushat me një platformë mirë të përgatitën, por s'ka arrit që të mbush mendjen e qytetarëve që programi i tij sjell ndryshim në kryeqytet. Çudia e madhe është që Lidhja Demokratike e Kosovës ka arrit që të rikthehet si subjekti më i madh në kuvendin komunal, po edhe kandidati i saj, domethënë që në zgjedhjet 2021 nuk ishte ai që printe me rundin e parë, tashmë me një përsi krejt irrelevante, të lehtë, por megjithatë do të thotë e ka primatin si kandidati më i votuar aktualisht. Kjo nuk do të thotë që domosdoshmë e vendos fitoren në rundin e dytë, por megjithatë është një premisë e mirë që qytetarët e vendit, qytetarët e kryeqytetit kanë dhënë një aprovim të punës së tij për mandatin e kaluar. Qartë, zoti Shkodra, por a mund të flasim për epërsitë të vetëvendosjes, edhe pse ju thatë është e lehtë, e brisht, kur kjo forcë politike doli forcë e parë në zgjedhjet e 9 shkurtit? Ndërsa Bruna, ne duhet të heshtim para fakteve. Unë jam njeri që besoj statistikave dhe ju besoj dokumenteve. Në bazë të rezultateve të Komisionit Qendror Zgjedhor, nëse marrim një analogji me vitin 2021, para 4 viteve kishim zgjedhje të rregullta lokale, lëvizja vetëvendosja kishte do të thotë një dëshpërim masovik në zgjedhjet e nivelit lokal. Përkundër pritjeve të saj, që kishte vetëm pak muaj më parë, ose thuaj sa është i njëjtë periudha kohore ku kishte fituar në mënyrë masovike në nivelin qendror, e njëjta kishte psu në debakël në nivelin lokal. S'kishte fituar asnjë nga komunat e mëdha në rundin e parë, nuk kishte në balotazh në shumë komuna, do thotë kishte 2 apo nëse s'gabojshin gjithsej 5 komuna që ishte në balotazh. Mirë, po tani kemë 50% të komunave e cila është pjesë e garës së fortë. Nëse shihet 3 komuna ka fitu pa balotazh dhe në 12 komuna nga gjithsej që janë 30 komuna shqiptare është pjesë e garës për rundin e dytë. Tash, gjitha analizat çojnë që në rast se do të arrijë që të organizojë një fushatë të mirëfillt, mund ta çojë numrin e komunave nga 3 komuna që kishte qeverisë në mandatin e kaluar, dikon rreth 8 ose 9 komuna që të ketë në qeverisje për mandatin e ardhshëm. Mirë, po kjo nuk do të thotë që qytetarët kanë prit kuadrat, kanë prit me duar hapur kuadrat e cilat i ka prezantuar zoti Kurti, e të cilat kanë qenë pjesë e skuadrës së tij të qeverisjes në mandatin e kaluar në nivelin qendror. Tash kem 2 ministra dhe disa deputet të cilët kanë garuar për zgjedhjet lokale dhe për pikpamjen time nuk është që kanë treguar ndonjë rezultat impresionues, marr parasysh faktin që nuk kanë arritur që të jenë fitues në rundin e parë, po as nuk janë duke i pri garës së tyre, janë të dytët në garën e tyre dhe kjo flet që ekipi qeveritar i zotit Kurti nuk ka bërë punë mjaftueshme për të qenë në nivelin e asaj që qytetarët ta aprovojnë si kandidatura për qytetet e tyre.